Përshëndetje gjithëve, sot do të tregoj koncenerin Botox Keratin, i cili zbut dhe ushqen flokët thellësisht pas larjes, na ndihmon në çlirimin e nyjeve, mbyll gjithashtu luspat e flokut pas dekolorimeve, bojrave një ngjyshe apo ekspozimit të tepërt në diell, sidomos tani në verë që floku ekspozohet shumë në diell në plazhe, luspat hapen nga nxehtësia. Nuk do t'i lani flokët shumë shpesh me ujë të nxehtë ose mos e përdorni fare ujin e nxehtë pasi hap luspat e flokut dhe floku ashpërsohet. Do ta përdorni, unë do t'ju tregoj se si mund ta përdorni. Kondicioneri ka dhe shampo dhe maskë, për momentin nuk i ka. Pasi t'i bëni larje me shampo 2 herë, do ta masazhoni shumë mirë skalpin që çdo papastërti dhe yndyrra të largohet. Më pas do të vendosni kondicionerin, por do ta shtrydhni shumë mirë flokun që mos ketë ujë dhe mund ta tampononi me një peshqir të thatë. Pasi vendosni kondicionerin, do ta masazhoni shumë mirë dhe mund ta kripni me një krër që çdo fije floku ta përthirrë dhe floku ta marrë gjithë kondicionerin. Do të keni në moment do të duket ndryshimi, i cili do ketë një butësi por edhe një shkëlqim. Edhe pas larjes do të keni të njëjtën gjë që nuk e keni patur më përpara gjatë përdorimit. Do ta shplani me ujë të vllakët, jo ujë të nxehtë pasi uji i nxehtë hap luspat e flokut dhe ashpërson atë dhe nuk kryen funksionin e duhur. Kështu që për çdo pyetje apo video tjetër do shihemi në videot e ardhshme dhe ju lutem ndiqni, bëni subscribe dhe like dhe share për të parë çdo video tjetër të jo vetëm të Botox Keratin, por dhe të produkteve të tjera. Gjithashtu do të flasim dhe si mund t'i mirëmbani flokët, rënien apo çdo gjë tjetër.